Ka histori që nuk janë treguar kurrë, jo sepse nuk ekzistojnë, por sepse janë shumë të vështira për t'u thënë. Këtu askush nuk gjykohet. Këtu e vërteta flet, edhe kur është anonime. Rrëfime jete, përballë frikës, përballë së shkuarës, përballë vetes. Çdo të mërkur, ora 20, përballë në ITV. Të nderuar miq, përshëndetje të gjithëve. Sonte do të jemi së bashku në një episod tjetër këtu në Përballë, në ITV dhe ATV në Chicago, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Së pari, dua t'ju falenderoj për mbështetjen dhe për suportin që ju keni treguar deri më sot. Faleminderit të gjithëve. Sonte kam përballë një zonjë e cila do të na rrëfej historinë e saj. Një grua që u bënën shumë herët dhe u detyrua të rritej duke rritur dikë tjetër. Faleminderit që je këtu. Si ndihesh sot? Po të rritem pak. Jo nga frika, po nga emocionet. Se këto gjëra nuk i kam thënë kur me radhë. I kam mbajtur brenda. Edhe sot po i them për herë të parë pa u fshehur. Çfarë të shtyu të flasësh tani në këtë moment? Se u lodha duke u bërë fort në heshtje dhe mendoj që ka shumë gra që më dëgjojnë dhe më thonë, kjo jam unë. Fëmijëria. Para se të bëhesh nën, kush ishe ti? Cila ishte ajo vajza përpara se ti të martoheshe? Isha shumë e qetë, vajzë që s'bënte zhurmë. S'kërkoja gjë, mësoja, ndihmoja në shtëpi. Nuk isha ëndra të mëdha, vetëm doja një jetë normale. Në shtëpi nuk flitej shumë. Dashuria nuk thuhej me fjalë dhe mësova të heshtë. A kishe dikë me të cilën ti mund të diskutoje, të ndaje emocionet e tua, të flisje për atë çfarë ndjeje? Jo, dhe kjo më dëmtoi më shumë se çdo gjë, se kur erdhi momenti i vështirë, s'dija kujt i drejtohesha. Le të shkojmë tek momenti që ndryshoi jetën tënde. Kur e kuptove që ishe shtatzën? E kuptova shumë vonë. Dhe kur e kuptova, më erën syt. Mbaj mend që ula në shtrat dhe vetëm qaja. Jo se nuk doja fëmijë, po se isha vetë fëmijë. Kujt ja the e para? Askujt. E mbajta brenda. Çdo ditë zgjohesha me frikë. Si do ua them? Si do më shohin? Çfarë do thonë njerëzit? Kur e mori vesh familja, pas sa kohësh? Kur nuk mund të fshihej më shtatzënia. Pra kur ishe detyruar që Po. të diskutoje, të flisje për atë gjë. Si ishte momenti i lindjes? Shumë e vetmuar, isha e re dhe e friksuar. Shikoja gratë të tjera që kishin nënat, motrat. Unë isha e vetme. Kur e mora fëmijën në krah, mendova. Tani nuk jam më e rëndësishme. Tani është fëmia e rëndësishme. E ndjeve me njëherë lidhjen? Po, dhe frikën bashkë. Dashuri dhe frikë në të njëjtën kohë. Si ishte jeta jote pas lindjes? Shumë e vështirë, net pa gjumë, lot të fshehur, ushqimi i fundit për vete. Rria zgjuar natën dhe mendoja, apo e bëj mirë, apo ja dal. A ndiheshe e mbështetur? Jo siç duhej. Sepse njerëzit shohin fëmijën dhe jo nënën. Dhe unë kisha nevojë të më shihte dikush dhe mua. A pati një moment kur mendove se nuk doja dilje dot? Vështirësitë mund të pengonin dhe të bënte që ti të ishe dorë nga prindërimi. Po, patjetër që po. Ishte një natë. Fëmia qante, unë qaja. Dhe mendova të ikja. Jo të vdisja, por thjesht të largohesha të zhdukesha. Por e pash fytyrën e tij dhe thash, nëse unë iki, ai s'ka asnjë. Kush do kujdesej për të, nëse unë ikja? Sot,
Pas kaq vitesh, si e shikon veten? Si një grua që u rrit vonë, që mësoi të doj veten pas shumë kohë. Nuk kam turp, kam histori dhe jam krenare që nuk u dorëzova. Çfarë do t'i thoje vajzës që ishe dikur? Do i thoja, do dhëm shumë, po doja dalësh. Të flasim pak për pjesën e prindërimit, sa të ndryshoi fëmia, sa i lumtur je tani në këto momente pas gjithë atyre vështirësive që ti kalove? Fëmia më ndryshoi shumë, më bëri më të fortë. Dhe falenderoj Zotin që e kam pranë, se jam gati të bëj çdo gjë për fëmijën. Sa i përket përditshmërisë tuaj, si ndryshoi? Ishe një grua aktive, përpara se të bëhesh e nën, kishe një punë, tashmë si është jeta juaj? A ju ka sjell pengesa për të punuar, apo ju vazhdoni jetën si më përpara? Në momentin përpara se të bësha me fëmijë punoja dhe vazhdoja dhe studimet. Në momentin që jam bërë nën, u shkëputa nga puna, deri sa u rrit djali në një moshë të saktuar që isha e aftë prap që të punoja. Dhe aktualisht jam në punë. Të Dhe menaxhoj. Të ndalemi pak tek momenti që ndryshoi jeta juaj, ju u shkëputët nga puna, tashmë ishit një nënë e përkushtuar për fëmijën tuaj, ti po përballesh me ato emocionet e para të prindërimit, po mundoheshe që emocionalisht ta përgatisje veten për atë çfarë të priste më tej, por si e përjetove të gjithë këtë ndarje nga puna, sidomos, sepse femrat e ndjejnë shumë në momentin që ka një jetë aktive, por çdo gjë ndryshon me ardhjen e një fëmie në jetë, është një gëzim shumë i madh patjetër, por nga ana tjetër ndryshon ajo vija e jetës. Ti si e përjetove këtë fakt? Në fakt, në fillim ishte pak e vështirë, por që u dedikova 100% fëmisë dhe kur u rrit djali më shumë, fëmia domethënë, fillova të bëja po të njëjtën. Atë çfarë doje ti? Shumë flasin, shumë studiues tregojnë që në momentin e paslindjes, nënat në përgjithësi, gratë, kalojnë një depresion për shkak të ndryshimeve në jetën e tyre. Tek ty ndodhi kjo dukuri apo erdhi krejt natyrshëm dhe ti u ambientove me jetën e re? Të them të drejtën, fillimi ka qenë pak i vështirë, por më mbrapa gjitha forcën domethënë edhe e përballova, nuk e pata problem. Është si të thuash që Zoti të jep një fuqi që të bësh ballë gjitha vështirësive. Bashorti të ndihmonte? Po, patjetër që po. E ke pasur gjithmonë ndihmën e tij? Po, patjetër që po. Po mos kisha atë në krah, sot do isha në depresion, si mund të thuash. Po familja, sa ndikim ka patur tek ty? Sa e ke gjetur mbështetjen tek familja jote, tek nëna, babai? Ose si e zgjidhe më pas problemin për të vazhduar me punën, ndërkohë që fëmia ishte ende në rritje? Ke pasur pra mbështetjen e familjarëve apo e ke zgjidhur nëpërmjet institucioneve? E kam zgjidhur nëpërmjet të institucioneve, sepse prindrit i kisha pak, si të them, pak larg dhe s'kam pasur, më binte keq për nuk e pasur mundësi që ti çoje ta çoje djalin tek prindërit edhe e kam çuar në institucion. Sa e kënaqur je nga institucionet për kujdesin e djalit të fëmijës? Po, të them të drejtën, ka institucione që janë të shkëlqyer. Ka institucione pastaj që jam shumë e pakënaqur. Sot, në këtë moshë, do bëje të njëjtën zgjedhje? Do të preferoje që djalin ta çoje në një institucion për të rritur, për të zhvilluar, apo do të mendoje që më mirë ta rrisësh vetë dhe ti të hiqje dorë nga një pjesë e jetës tënde? Si e mendon? Mendoj se dhe institucioni ka edukimin
e vet në pjesën e fëmijës, sepse fëmia ambientohet me fëmijë të tjerë dhe merr një edukim më të kualifikuar. Një edukim më të specializuar, po. Pas gjithë kësaj eksperience dhe tashmë kanë kaluar vite, Po, ti ke vetëm një fëmijë, vetëm një djalë, ta kesh me jetë. faleminderit. Po, a do të dëshiroje që të kishe ta risilje në jetën tënde, sërish, të ardhjen e një fëmije tjetër? Si e shikon këtë aspekt? Sa do të ishte mirëpritur nga ty? Të them të drejtën, për momentin nuk jam dakord që të bëj një fëmijë të dytë, por që sepse kam djalin shumë të mbarë dhe po më ecën shumë mirë edhe nuk e mendoj, domethënë, të bëj një fëmijë të dytë. Thjesht Pavarësisht se dëshiron që djali të ma vazhdosh kërkon. atë vijën e jetës që ka ardhur tashmë dhe mendon sepse se fëmia besoj do shumë. Fëmia është përgjegjësi e madhe. Kështu që falenderoj Zotin që kam një dhe do t'i përkushtohesh vetëm po, atij, t'i vetëm japësh atij çdo djalit, gjë. po. Mirë, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë mjaft të këndshme, të ndjerë, për historinë e jetës tënde, për faktin që na tregove dhe na dhe një shembull se si një nën duhet të ndihet me ardhin në jetë të një fëmije, të një krijese të mrekullueshme dhe se si ndikon ajo pastaj në hapat e jetës, në vazhdimsinë e jetës sonë. Shumë faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Të nderuar miq, ky ishte dhe episodi i radhës këtu në ITV dhe ATV në Chicago. Ju falenderojmë edhe një herë për mbështetjen dhe suportin tuaj. Së bashku do të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.